Qeveria paralemron masa për uljen e çmimeve të frutave dhe perimeve, duan të ulen çmimet të domateve, trangujve, vezave. Kjo vjen pas analizës së Inspektoratit Shtetror të Tregut në 4 zinxhir marketesh, ku është konstatuar se tek ky lloj produktesh ka arritje dyshifrore të çmimeve, përkatësisht mbi 10%. Ndërkohë, kontrolli i SHT-s ka përfshirë 55 produkte më të shitura, ku te pjesa më e madhe e tyre, kur janë krahasuar çmimet e 1 shkurtit dhe 1 prillit, kanë treguar rritje mesatare prej rreth 0.4%. Sipas analizës, margji mesatar i fitimit të marketeve është ulur nga rreth 15% në 14.7%, që sipas qeverisë do të thotë se rritja e çmimeve nuk vjen nga rritja e fitimeve të marketeve. Kryeministri Hristian Mickoski nuk paralemroi masa të targetuara për qytetarët, por është zgjatur gjendja e krizës, me çka të vësheja për karburantet e mbetet e ulur nga 18% në 10% deri në fund të muajit. Mickoski nuk pret që për shkak të çmimeve të naftës në bursat botërore të ketë goditje më të madhe inflacioni në prill. Ne bi trebalo da počувствуваме поголем удар, затоа што процентуалното учество на оној дел за кое што се зголемени транспортните трошоци не дава за право да сметаме дека ќе имаме огромен скок инфлаторен за следниот месец, бидејќи влезот во крајната цена на транспортните трошоци визави зголемената маргина на цените на дизелот и бензините не е така голема, зборуваме за 1 до 2%. Kryeministri Hristian Mickoski thotë se javën e ardhshme, nëse mbeten çmimet aktuale të naftës në bursat botërore, është e mundur ulje shtesë çmimeve të karburanteve në Maqedoni. Ai theksoi se deri në fund të prillit është në fuqi vendimi i Oktas për të dhënë zbritje prej 3 denarësh për naftën dhe 2 denarësh për benzinën. И преговараме за дизел горивото, пошто тоа е отприлика 75% од вкупното потрошувачко портфолио, да биде барем уште некој дополнителен попуст, ќе видиме, мислам дека се буткаме на рака за уште 1 денар да извадиме по литар. Rezervat shtetërore deri tani nuk janë përdorur fare dhe janë të mjaftueshme për 62 ditë të konsumit mesatar ditor. Për më tepër ka rezerva edhe për 2 muaj në përquesin Selanik Shkup. Nga qeveria thonë se situata po ndiqet me kujdes dhe se do të merren masa nëse ka presione të reja çmimesh mbi ushqimin dhe energjinë.